Mirë shumë vonë, se do të vi më përpara, mirë shumë, mirë më tepër. Për shembull, e si herë më hapet goja, do të kujtohet se instinktive, do E bukur kjo. Me në çfarë mendojnë ata, po të dhamë moj, edhe mos jam e shumë bëj. kurioze, jo se kam frikë, domethënë çfarë po bëhet, por jam shumë kurioze dhe di se kam frikë publiku. Do të thotë që asi kemi. Po nuk kemi akoma asnjë. Po, ta thash, nuk është interesant ta di nëse ta thonë ose se më shajnë ose komplimentojnë. Thjesht di për kuriozitet, out of curiosity. A ke menduar shumë, Ale? Jo. Jo, po ti? Nuk e kam menduar, unë, thjesht e kam konsultuar. Po. Për shumë, me mamin, babin, vllajën, që më ndej, sa njësë është voçme, normal. Do sa njësë është excited për çdo gjë që unë bëj. Normalisht edhe unë e pata të fazën që është e pasunkshme ajo. Thjesht unë desha diskutoja, se unë e kam shumë nevojshme. E kemi neve atë marrëdhënie që ato nuk bëjnë ndonjë gjë pa konfirmimin ose pa dëshirën time, sikur edhe unë për respekt nuk bëj gjë pa. Po jo, po kjo është për këtë do, me të në flasin e bëjnë me njerëzit e afërt. Por, nëse ato do më kishin thënë një, do ndjesha shumë keq. Pse po të kishin thënë jo, nuk do mundohesh që të kishe marrë një po? Jo. Do kishe thënë jo? Vetëm time, do rria shumë do rria Me lejmëndja. shumë e ngurtë. Sepse unë e kisha gja mendimin që kur të vi këtu do jem shumë kornizuar, nuk do jem shumë e lirë, kupton? Dhe po të kisha dhe merakun atyre, do më ngarkohet të shumë kjo, dhe nuk do doja ta bëra. Jo, për mua, në sërin tim e shumë mirë. Në sërin tim e shumë mirë. Duke për cilë shumë komfort. Për cilë komfort. Jam, edhe nuk mendon, nuk mendon që të ndërhyj kuap, ndërhyj, nëse ndje për ndërhyj, nuk intereson. Nëse është që dua të flas, ose nuk pëlqen të rri aty, që unë bëj. Dhe ikësh gjithmonë? Dhe ikësh gjithmonë? Si? Dhe ikësh gjithmonë? Nuk iki dot gjithmonë. Të tipin diskutime dhe në debate, sigurisht nuk iki dot. Po, sikur për rria aty, para se t'hyja brenda të tjetët e Brikena, nëse më pëlqente, çan dhe ikëm. Gjë një gjë tjetër. Kurse po të pëlqente edhe një herë, Brikena? Jo. Për para se t'hyja të tjetët e Brikena, nuk po më pëlqente ambienti që jashtë, dhe s'po ndjesha mirë dhe çopa i dot. Jo, Brikena për shembull është një personazh që më ka super surprizuar për karakterin që është. Sepse sigurisht kur të dalin video në TikTok nga editimet e gjëra që bëjnë njerëzit, mendova që duhet pak kështu pick me, choose me, kupton? Po jo, është komplet gjë, është edhe shumë sweet. Me thënë ke googulluar ndo pak. Jo, nuk kam googulluar. Se ty nuk të doli kurrë. E di pse nuk kam googulluar? Sepse nga gafa që kishte bërë, ndoli se I e është kam përndaj fjallën në njerëzve. përgjithësi, dhe me thënë kur pe emrat që u përfolën. Kërë Jo. qikoje pak kush, se qështë. Jo, biles të ndatë që të dish, vërreta, edhe që do ishe ti, kështë dalë në përgjithësi, dhe ma ka thënë një vaj, një pesha e që është një estetika, e në thamë, o, thash edhe, më sa që thash edhe i çuni që këndon e kështu edhe ky dhe ai.